sa e man edhe sa shitet. Kjo është dallim shumë i madh. Ka rast që dikush na fton për na ofron në fakt pronën me ashit. Edhe thot, jo se ky koshia nalt ose poshtë banesën për e man kash. Ai koshia poshtë ose nalt jeton shembull për marr në Londër, është milioner, ose ka për ngutaj. Me thonë, nuk mundet mu bazu çmimi sa për e man ai ose sa për e man kë. Çmimin e përcakton tregu real, është e vërtet që çmimet janë të fryme, janë të egzagerume, sidomos 2 vitet e fundit nuk e di çka ka ndodhur, është abnormal. Por prapë po them, për ata që dojnë me ble banesë, mos të fokusohen shumë çka thonë në për video, sa i majnë, po du të mi kontaktu këtë rast neve si agjencion, si Flatra Real Estate apo disa tjerë, se din pak ma shumë detaje. Jo që ka diçka të fshet, jo që ka diçka nën tavolinë, por që çmimet reale ne i dim ma mirë se merrem me 24 orë me çet punë, se sa dikush që jeton në Berlin, edhe nuk e di çmimin real të Prishtinës. Për këto po flas. Do të thonë, nuk është e vërtet sa çmimet publikohen, edhe sa shiten në realitet. Do të thonë, gjithmonë edhe ne si shitës e lojmë pak hapësirë. Në momentin që ne e marrim shembull nga ju një banesë, çmimi i banesës është 100.000 euro, natyrisht që lehet pak hapësirë për me negociu. Edhe shembull për marrë, nështë ta bëhet zbritje 3.000, 4.000, 5.000 euro, shqit 95.000. Me tregu drejt, si kompani e kemi kështu ligj, asnjë pronë të vetme. Une, nuk e postoj pas çmim. Nuk ka sens, nuk ka logjik. Nuk ka diçka që nuk shitet, edhe që shitet e ka çmimin e tij. Disa funksionojnë që çmimi sipas marrëveshjes për mua s'ka logjik. Bile. Mendoj që ka tendencë për mashtrim, kur i qitet çmimi sipas marrëveshjes. Cilës marrëveshje? Qitja ti çmimin, pse po tutesh? Po, ka raste të tilla që shikojnë kush po e thret. A është telefonata prej Zvicrës, mi arrit një 15.000, 20.000? A është prej Gjermanisë, mi arrit një 15-20.000? A është prej Amerikës, mi arrit 30.000? Po flas për vetën dhe kompaninë time që unë e drejtoj, asnjë pronë e vetme, qoftë tokë, shtëpi, po menoj trull, banesë nuk postohet pas çmim. Pse munden ju ndoshta të negocioni më mirë me çmime se sa